Sa i përket asaj se është bë obligim namazi, kjo argumentohet obligueshmëria e namazit me Kur'an, me Sunet dhe me ixhma. Të gjithë e dim se i përket Kur'anit kemi ajete kuranore ku Allahu xhaleshanuhu urdhëron për faljen e namazit. Për shembull, në surën Al-Hajj ajeti 78 thot: "Fa aqimu s-salata wa atu z-zakata", dhe falja namazin dhe jepnja zakatin. Ndërsa hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shumë, po ne do të përmendim atë që të gjithë ne e dim: Bunia al-Islamu ala khams, është i ndërtuar Islami në 5, dhe normal një prej tyre është falja e namazit. Po ashtu, siç e përmendëm, edhe vërtetohet me ixhma, me konsenzus nga të gjithë dietarët se namazi është obligim dhe nuk bën të lëshohet. Andaj të gjithë dietarët janë në ujdi se nuk ka lëshim në namaz, apo lëshim të ketë për namaz. Ndërsa për numrin apo për sa herë duhet të falemi, edhe për këtë kemi hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e vërteton se duhet të falemi 5 herë në ditët, domethënë 5 kohë namaz. Vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një person beduin, dhe askush prej atyre që kanë qenë prezent aty nuk e kanë kuptuar se çka po flet ai person. Ka fol në dialektin e vet. Edhe kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar. Pra thot, ai pyete për Islamin. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha ndër tjerash: ke 5 kohë namaze për obligim gjatë ditës dhe natës. Atëherë ai tha: a kam tjetër përveç këtyre 5 kohëve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: jo, përveç nëse duash diçka të bësh vullnetare. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përmendi edhe agjerimin. Tha: a kam diçka jashta kësaj? Tha: jo, jashta se të bësh diçka vullnetare. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja përmendi edhe zakatin. A kam diçka jashta asaj? Thot: jo, përveç se nëse duash, domethënë diçka vullnetare. Ai atëherë tha, pasi që i dëgjoi të gjitha këto fjalë, tha: vallahi, unë tha nuk shtoj as pak, e as nuk paksoj nga kjo. Atëherë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: me të vërtet ky person është i shpëtuar. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi.